Kujdes mikrofonin ose jo. Si të duash ti. Do të thënë, duhet të them jo ose kujdes mikrofonin? Si të duash ti. Okay. Ndaç shprehu, ndaç Në rregull. të kesh kujdes mikrofonin. Jemi. Nëse nuk do të kishe mikrofon, çfarë do të thoje në prajmin e parë në vend të e shoh si gocën time? Kujdes mikrofonin. Çfarë do t'i thoje Stines kur tha se në fakt Doktor Flori e bëri grupin të suksesshëm dhe Landi po ashtu dhe ti ke ecur fal tyre. Ka qenë një moment që ka dalë dhe në prime. Edhe unë vërtet e pash që ti nuk është se u ndjeve shumë mirë. Jo, mirë nuk ndjen ta thot ai normalisht, por është mendimi i tij. Po në fakt edhe në situatat e tjera të ka mbrojtur, e ke mbrojtur. Në ca momente u duk sikur do ishit ju të dy përballë gjithë shtëpisë. Pastaj se çfarë ndodhi? Në fakt nuk e pam. Unë doja që të ishim ne të dy kundra gjithë shtëpisë. Ne do kishim qenë dyshe shumë e fortë. I ke raportet okay tani mes ti? Patjetër. Patjetër. Edhe ai kur ka dalë tha mirin e kam. E kam shok edhe besoj që çdo gicmici vogël kam betur. Ato janë të lëna atje tek ajo shtëpi, un kam raporte shumë të mira, sidomos me Stinën. Çfarë do doje të thoje realisht pas kutisë së Pandorës, me që nuk lejoje të tregoje? Njeri kujdes mikrofonin, mund ta thuash, domethënë. Nëse do të lejoj ta thoje, se ty tu thaj që nuk mund ta tregosh. Nëse do më lejoj ta tregoja, do tregoja atë që ndodhi. Do ta thoje? Do ta thoja për patjetër. Patjetër. Okej. Edhe nëse do të thoshin mirë kujdes mikrofonin. Po, nëse do më lejoj, nuk do më thonin kujdes mikrofonin. Çfarë doje ta pyesje Landin kur hyri në shtëpi? Për çfarë do ta pyesje? Do ta pyesja se si jam unë realisht jashtë, se ai nuk më gëjen. Okej. Dhe nga zëri, miri. Kujdes mikrofonin. Kujdes mikrofonin. Çfarë do t'i thoje Rogertit pasi u kthye si finalisti i 4 në shtëpi pas reagimit që bëri me ty? Faktikisht atë që i thash, nuk ka kujdes mikrofonin fare. Okej. Atë që i thash. Ishte realisht ajo që mendoje. Po. Nuk patë ndonjë pritshmëri tjetër. Besoj ishe i përgatitur për atë moment. Unë isha i përgatitur për atë moment, ndoshta jo në atë moment, e kisha parashikuar, se edhe ma kanë shprehur edhe në shtëpi që ti e dija apo jo, dhe unë i thash po e dija, po jo në atë moment dhe ashtu, siç reagoi ai. Mendova që do reagonte më ndryshe, por ai Rogerti është lojtari, reagoi ashtu dhe është zgjedhja e tij. Mori përgjigjen time. Në fakt, gjatë gjithë këtij rrugtimi, ndoshta ke qenë banori që ke marr më pak ose fare kujdes mikrofonin, shumë pak ke marr. Po faktikisht ka marr shumë pak, ka marr. Ke marr. Edhe unë si gjithë tjerë, sepse aty del nga vetja dhe në momente shumë të forta debatesh më shumë. Ka marr kujdes mikrofonin, por kam qenë nga njerëzit që ka marrë më pak, sepse kam qenë i kujdesshëm tek ajo gjëja. E dija që kur thoja diçka, e dija që do më vinte kujdes mikrofonin. Pra nuk është se e kam bërë pa vetdije atë gjën që kam bërë.